Deri në këto çaste kemi shumë pak informacione në lidhje me jetën e 29 vjeçarit Ermir Dedja. Ajo çfarë është deri në këto çaste e konfirmuar është fakti që ai ka patur 2 arrestime më parë, konkretisht në vitin 2015 për një çështje që kishte të bënte me shpërndarjen e lëndëve narkotike tek disa shtetas, të cilët më pas do ta trafikonin në Kosovë, kishte të bënte me një trafik që e lidhte së bashku me grupet kriminale në zonën e Hasit, në fushën e narkotikëve, dhe në 2017 ai ka qenë i arrestuar për përkrahje të autorit të një plagosje dhe mbajtjen pa leje të një thike që është gjetur më pas gjatë kontrollit fizik. Vrasja sipas policisë ka ndodhur në rrethana ende të paqarta, ndërsa plumbat kanë kapur xhamin e qendrës shëndetësore në qytetin e Durrësit. Aty ka patur edhe dëshmitar okullar, të cilët e kanë parë nga afër ngjarjen e rëndë, atentatin mafioz në 29 vjeçarit, siç duket edhe në këtë pamje. Pra automjeti e ka shoqëruar gjatë lëvizjes 29 vjeçarin Ermir Dedja, me sa duket kanë sinjalizuar edhe lëvizjet e tij dhe kanë ndjekur nga afër të gjithë itinerarin që ai ka pasur, dhe qytetarët të cilët e kanë parë nga afër këtë atentat janë larguar me vrap, menjëherë nga vendi i ngjarjes. Mund të kishte qenë fatale edhe për qytetarët të cilët kanë qenë kalimtar të rastit në këtë zonë. Pra një ngjarje që ka ndodhur gjatë mesnatës në qytetin e Durrësit, ende e pasbardhur dhe pa autor konkret. Deri në këtë momente nuk dihet nëse kemi të bëjmë me ndonjë gjë që ka lidhje me fushën e narkotikëve, probleme që ai mund të ketë pasur, apo prishjen e pazareve të drogës, apo kemi të bëjmë me ndonjë hakmarrje në lidhje me ngjarjen e ndodhur në 2017. Janë këto pamjet ku qytetarët të terrorizuar largohen me vrap nga vendi i ngjarjes, teksa 10 metra më tutje është ekzekutuar Ermir Dedja mbrëmjen e dieshme. Pra një automjet tip Seat Ibiza në ngjyrë të bardhë ka ndjekur nga afër të gjitha lëvizjet e 29 vjeçarit. Ja, është ky automjeti që në ecje ka qelluar me breshëri Kallashnikovi dhe ka ekzekutuar 29 vjeçarin duke lënë të vdekur në vend. Pra nga video, nga ajo çfarë arrim të kuptojmë, është se automjeti nuk ka ndaluar në asnjë moment. Pra, ja, është kjo makina me cilën është kryer atentati. Pra makina ka qenë në lëvizje, ka patur le të themi një lëvizje shumë të avazht, në asnjë moment nuk ka ndaluar dhe atentati është kryer në ecje. Ka patur qytetarë të tjerë, kalimtarë të rastit, të cilët kanë qenë dëshmitarë okulare, kanë parë nga afër këtë ngjarje. Ja, është ky momenti kur i largohen me vrap të 2 qytetarët, njëri që ishte drejtuar drejt zonës ku ka ndodhur ngjarja dhe tjetri që ka qenë aty pranë, dhe të dy janë zhvendosur me vrap në zonën ku është futur automjeti, ose më saktë në daljen e kësaj lagje numër 18 në qytetin Bregdetar, shumë pranë qendrës shëndetësore. Me sa duket nga kamerat e sigurisë, ajo çfarë është evidentuar është se Ermir Dedja, dhe pse ka arritur të marrë gjithë ato plumba në trup, ka tentuar që të futet në ambientet e qendrës shëndetësore për t'i shpëtuar disi plumbave, por ka qenë e pamundur, duke qenë se automjeti dhe targeti kanë qenë shumë pranë njëra tjetrës, në një diferencë shumë të afërt nga rruga kryesore dhe trotuari, çka plumbat e kanë bërë të pamundur lëvizjen e tij dhe ndoshta për të